I nderuar zotëri, me dhjetra herë e kam krahasuar me Gjorgjeviçin, me Çubrilovicin dhe Pashiqin. E kam konsideruar argat, edhe t'jeni sigur që nuk e kam bërë pa bindjen më të thellë, argat të Aleksandr Vučićit, një armik po aq i egër i shqiptarëve në Kosovë sa vetë Vučić. Unë besoj se nuk kam lanë kualifikim apo epitet që Edi Rama ka merituar dhe nuk ja kam shprehur. Agim Bushaj, këto janë dy pyetjet e fundit. Doktor, po të shkruan një ish student i dhjetorit të 90-s. Përse Shqipëria lëngon nga korrupsioni i papar? Po të ishe ti në pushtet, qeveria do ishte rrëzuar për 24 orë. Pse kjo qeveri nuk rrëzohet? Sepse kjo qeveri i dashur mik ka vendosur në Shqipëri narkodiktaturën. Ka vendosur në Shqipëri një regjim i cili arreston në vitin elektoral 2 liderët e partive kryesore opozitare si persona në nënhetim dhe vendos në ndjekje penale liderin e partisë tretë, që burgos deputet Partisë Demokratike pse denoncoi lidhjen me drogë të ministrit të vllaut, ministrit brendshëm, që merr mandate të zgjedhurve. Pra, kemi të bëjmë me një regjim represiv i cili dhunon votën, qëndron pushtet duke dhunuar votën dhe kontrollon mediat. Kontrolli mediave i jep asaj mundësi shumë të mëdha të manipuloj, të falsifikoj të vërtetat dhe realitetin shqiptar. Në këtë kuadër, unë uftoj ju dhe ftoj çdo shqiptar të bëjnë dallimin midis një diktaturë autoritare dhe një pluralizmi politik funksional, demokratik. Diktatura autoritare nuk zhvillon zgjedhje. Diktatura, a keni ndëgjuar një herë? A keni ndëgjuar një herë të shpreh shqetësimin më të vogël nga ky kryeministër apo qeveria e tij, sepse nga vendi në 10 vite vetëm në hapësirën Schengeni janë larguar 1.100.000 shqiptar. Ju e ndëgjuat vetëm një javë më parë deklaratën e tij që s'mund ta bënte kur një njeri qytetëror, një kryeministër, se të smurt me smundje malinje, neoplazike, beten pa ilaçe mbasi ata ishin shumë. Nuk ka gjë më të tmerrshme. Kur një kryeministër që administron një buxhet prej shumë miliard euro, një kryeministër që në 12 vite ka administruar një buxhet prej 67 miliard euro, të pretendoj në mënyrën më çnjerëzore se të smurt mbeten pa ilaçe sepse ishin shumë. Kjo është deklarat horror e Edi Ramës. Është deklarat horror. Kur ata s'mund mbeteshin nuk mund mbeteshin kur pa ilaçe. Ata mbeten pa ilaçe se Edi Rama vjedh shumë. Se Lubi Balluku dhe ministrat dhe zyrtarët e saj vjedhin shumë buxhetin dhe pasurinë publike. Sa ata vjedhin fondet e ilaçeve për të çmurëve me kancer. Sa ata janë të mendojnë vetëm për jetën, luksin dhe pasurimin e tyre. Ndaj dhe të smurt mbeten pa ilaçe. Kështu që duhet
duhet realizojmë pra, semi në kushtet e një narkodiktature, është një regjim krejt tjetër nga ai që mund të mendohet.